Është interesante se pejgamberi Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është përfaqësuesi dhe promovuesi më i mirë i nurit teorik, i dritës teorike që është fjala e Allahut subhanahu wa taala në praktik. Pra nuk mund të gjesh në jetën e tij gabime, shkarje, mos flasim mëkate të mëdha që do ta erosonin zemrën e tij. Megjithatë, ai vazhdimisht ka kërkuar nga Allahu që të jetë i ndriçuar. Madje një prej duave më të bukura që di nga pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam është duaja që ai e lutte Allahun subhanahu wa taala për ndriçim të zemrës së tij dhe të çdo gjëje që ka të bëjë me personalitetin e tij. Ai thon tek kësaj: Allahumma ij'al fi qalbi nura. O Allah, vendos në zemrën time nur, dritë. Pra ai filloi nga zemra, ashtu siç e fillon edhe Allahu. Pra çdo gjë buron nga zemra. Prandaj kërkoi nga Allahu ndriçim të zemrës fillimisht. O Allah, vendos në zemrën time nur, dritë. Wa fi lisani nura, edhe në gjuhën time dritë. Wa fi sam'i nura, edhe në dëgjimin tim dritë. Wa fi basari nura, edhe në shikimin tim dritë. Wa min fawqi nura, edhe mbi mua dritë. Wa min tahti nura, edhe nën mua dritë. Wa an yamini nura, edhe në të djathtën time dritë. Wa an shimali nura, edhe në të majtën time dritë. Wa min amami nura, edhe para meje dritë. Wa min khalfi nura, edhe pas meje dritë. Waj'al li nura, edhe në fund tha edhe më bëj mua dritë. Shikoni se si pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht e ka lutur Allahun që ta ndriçojë zemrën e tij, gjuhën e tij, syrin e tij, veshin e tij, madje gjithë trupin e tij e mbi të gjitha karakterin e tij, pra që të jetë ndriçues me karakterin e tij, ndonsa ai ka lindur i tillë, ka jetuar i tillë dhe ka vdekur si i tillë. Pra kjo është porosi për ne. Kjo tregon se asgjë nuk është më rëndësishme për një besimtar se sa ruajtja e dritës, ruajtja e nurit që Allahu ja jep përmes besimit në Allah, përmes besimit në Rasulullah si pejgamberi Allahut, përmes besimit në Islam si sistem dhe mesazhi i Allahut subhanahu wa taala. Sa prej nesh e lutim Allahun që të na bëj dritë. Sa prej nesh e lutim Allahun mëngjes e mbrëmje që zemrat tona, syt tan, veshët tan dhe çdo gjë që i përket këtij trupi metafizikisht e fizikisht që të ndriçohet nga Allahu subhanahu wa taala. Ai do të përjetojë ndriçim. Ai do të përjetojë ndriçim të përbrendshëm. Ai do të bëhet dritë për të tjerët. Prandaj çdo kush që e ka besuar Allahun hak, e ka besuar Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam për pejgamber hak, e ka besuar Islamin për fe hak, ai është bërë dritë për të tjerët.